Shikues nderuar, pas këtij bloku të lajmeve tani është koha për bisedën në studio. Zoti Shahini, mirë se vini në Info2. Mirë se gjejmë. Sot Kuvendi i Kosovës e miratoi në lexim të dytë me procedurat të përshpejtuara, e dim për shkak të afateve që janë projekt ligjin për buxhetin e vitit 2026 i paraport jetë prej rreth 4 miliardë euro. Si e pat ju këtë buxhet, do të jetë buxhet zhvillimor apo është emergjent ashtu siç e tha edhe ministri Kurran Murati? Në këtë situatë kur jemi tash, më shumë mund të themi se është emergjent se sa zhvillimor, për arsye se pothuajse jemi në fund të afateve kur mund të realizohen pagesat nga buxheti i vitit të kaluar dhe medomos duhet dhe i zhdash që kjo çështje të përfundoj brenda këtyre ditëve dhe të miratohet buxheti. E kuptoj shqetësimin e opozitës për cilin asnjë amandament i tyre nuk ka kaluar dhe ky ligj tashma i buxhetit ne kemi rreth 4 miliard ose mund të themi që është buxheti më i lartë që nga pas lufta e që qeveria tenton që ta quaj buxhet zhvillimor, dëshirojmë që tjetë ashtu, dhe për anën tjetër edhe emergjent për shkak se ky projekt ligj është ndërtuar nga ish qeveria që kanë qenë detyrë dhe askush nuk e ka ditë se do të vim në këtë situatë kur kjo qeveri do të miraton edhe do të realizon këtë buxhet. Prandaj sot është vëu një gur themel i saj, por asgjë nuk ka përfunduar për shkak se mund të rishikohet buxheti, mund të arsyetohet dhe të ndrohen vijat buxhetore në bazë të kërkesa të arsyeshme që mund të dalin qoftë edhe nga opozita, qoftë edhe nga vetë qeveria e vendit, për arsye se ky buxhet nuk është një dokument që nuk mund ndryshoj dhe besoj që në gjysmë vjetorën e këtij viti e fiton të drejtën që buxheti të rishikohet. Po sigurisht, kryetar, sepse edhe 4 ministri të cilat janë shtu tani me rritjen e ministrive nuk kanë buxhet fare. Nuk kanë buxhet, prandaj kjo është edhe vetë emergjent për shkak se edhe këto ministritë që tashmë janë shtesë, këto nuk janë projektuar në buxhet dhe me siguri që këto do të dalin, do të barten nga një buxhet tjetër. Prandaj rishikimi është i domosdoshëm, por ne kemi tash fazën tjetër emergjente, e cila do të harrohet buxheti, është çështja e presidentes. Pikërisht, apo a e morën këtë parasysh që mund të shkojmë në zgjedhje sërish, do të mos preket, mos ketë implikime të tjera? Pikërisht kjo ishte edhe ndoshta arsyeja që duhet bëhet kështu siç është, mos lëvizmi. Sa për të mos merret pa buxhet. Mos merret pa buxhet, mos merret pa paga, që janë shumë të rëndësishme për punonësit e sektorit publik, po ashtu edhe për projektet dhe shërbimet e tjera që duhet të kalojnë. Dhe tash kemi hi fazën prapë emergjente tjetër për zgjedhjen e presidentit apo presidentes, e cila do duhet një konsult e gjerë, një besueshmëri e gjerë mes subjekteve politike dhe të vinë deri te një kandidat i përshtatshëm për gjitha subjektet për cilin tashmë e dimi që qeveria pavarësisht që i ka numrat për të qeverisë vendin, i ka pothuajse edhe në gjitha komisionet parlamentare mbi popullon me shumicë nga partia në pushtet, nuk i ka votat për të zgjedhur presidentin. Dhe jena në fazën e fundit, kur ne do të zgjedhemi, ta qesmi emrin për president, ta votojmë ose mos ta votojmë, dhe nëse votojmë, atëherë gjithçka do shkon në rregull, atëherë mund të kthehemi prapë në rishikim të buxhetit, nëse nuk
e votojmë, atëhere ne nga prilli jesëm pa president të Kosovës dhe... Fakt, në 4 mars duhet jetë i zgjedhur një muaj përpara, siç thotë ligji dhe kushtetuta. Po, por... Që jemi me pak se 2 javë. Po, por është afati kur duhet zgjedhur dhe është afati kur afati i bartjes së detyrës së presidentit. Dhe gjasat janë që mund të kemi ndonjë antar ose ndonjë kandidat të duhur që i knaq të gjitha partitë politike, por duhet që të mendohet që t'i knaq votuesit, popullin, jo vetëm partitë politike. Prandaj, kësaj radhe kishte me qenë mirë dhe kisha me dasht dhe kisha mi rekomandu partitë politike që të dalin për vetës, të zgjedhin një president... Sa s'po dalin, thoni ju? Jo, asnjëherë. Ne vetëm njëherë kena pas të zgjedhur një presidente të dalur jashtë subjekteve politike, e cila është e njohur si presidenti e Zarfit. Përndryshe, gjatë gjithë kohës, ne kemi pas president dhe presidente të caktuar politikisht. E dim që ligji këtu tek ne është i atill që subjektet politike do duhen të merren vesh me zveti, por do duhet tash 18 vjet pas pavarësisë të Kosovës, vërtet ta kemi një ligj për president që të zgjedh nga populli. Dhe aja do të lirante edhe partitë politike nga pazaret e mundshme, po do të ketë besimin më të plot kur presidenti zgjedhet nga vota e popullit drejt për drejti. Dhe ai president do të jetë shumë i pavarur dhe do të ketë shumë më shumë të autoritet dhe të drejta. Edhe atëherë ndoshta partitë politike do të mund zgjedhin nga ndonjë parti politike që mund ta ketë shumicën, se s'është ndaluar pastaj që të kandidojnë për shembull persona nga partitë. Ne nëse marrëm modele nga vende të ndryshme në Ballkan ku zgjedhet presidenti nga populli, zakonisht ai kandidat e kërkon votën e një partie më të madhe, zakonisht. Por nuk është i emëruar nga partia. Dhe kjo është dallimi. Që do thotë se mund t'i bëj ballë edhe presioneve të partisë pastaj. Normal. Sepse ka burim nga populli. Ka burim nga populli. Është njësoj sikur ta marr shembull Maqedonia e zgjedh presidentin në atë formë, e cila është e zgjedhur nga populli dhe jo që ai është i pavarur nga partitë politike në ta marr shembull Maqedoni, por votën e ka të popullit. Ne kemi pas rast kur kena mujt me zgjedhë na një president shqiptar në Maqedoni, por subjekt politike nuk u arritën marrëveshje dhe humben gjitha. Dhe ne kthehemi në Kosovë, ku kjo kishte me qenë një metodë më e mira. Në kohën emergjente, tash nuk ka kohë që të bëjmë një gjë të tillë, ne do duhet që ta kemi një kandidat i cili është i pëlqyer jo vetëm nga partitë politike, por edhe nga populli. Në mënyrë që të mendojmë që edhe populli ka të drejtë ose ka të drejtë hise të merr një post të lartë shtetëror siç është presidenti. Dhe besoj që kjo nuk do t'i varfron subjekt politike, përkundrazi do t'i jep autoritet më shumë popull që nëse heqin dorë nga kandidimi i ndonjë antarit të partisë që atë janë subjekte politike. Kena mundësin, duhet bëhet një gjë e tillë. Po nëse jo, atëherë dëshirojmë që të jetë ai sa më i mirë dhe të jetë sa më gjithëpërfshirës dhe i akceptueshëm edhe për faktorin vendor dhe për ndërkombëtar. Sepse Kosova tash pas zgjedhjes së qeverisë së re ka obligime tjera ndërkombëtare. Duhet presidenti dhe kryeministri të jenë në koordinim të përditshëm. Para neve presin detyra të rënda dhe tashmë nuk ka
tërheqje mbrapa nga gjitha ato obligime ndërkombëtare që janë marrë viteve të kaluara, dhe tash duhet të jetë vërtet koordinimi me faktorin ndërkombëtar, siç është me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Brukselin dhe faktorë të tjerë relevant. Dhe presidenti është një figurë unifikuese, duhet të jetë unifikuese, duhet të jetë një autoritet mbi partitë politike, duhet të jetë një autoritet mbi liderët politik, po edhe një autoritet që populli e pranon se vërtet është president i popullit dhe jo president i partive politike. Po, megjithatë, në fillim e thatë, më shumë është emergjent ky buxhet se sa zhvillimor. Pse mendoni që nuk është fort zhvillimor ky buxhet? E patë edhe për faktin sepse nuk u zgjeru duke përfshi edhe amandamentet e opozitës, e që do ta pasuronin me projekte të cilat do të implementoheshin pastaj, apo e kalkuloj këtu pushteti për shkak se pikërisht për këtë çështjen e presidentit që mund të na çojnë zgjedhje dhe të mbesim thjesht vetëm mos mbesim pa buxhet, por ju edhe të ketë implikime financiare të cilat pastaj s'do të mund t'i realizoj. Mund të themi që ky buxhet nuk është i përfshirë sepse gjithmonë partitë opozitare janë treguesit më të mirë që ku janë defektet dhe gabimet. Dhe ne kemi parë gjithë edhe PDK-ja, edhe LDK-ja dhe Aleanca, propozimet e tyra që janë dikon mbi 20 amandamente që kanë kërkuar ndryshim, me siguri do të pasurojnë zhvillimin. Por prapë themi se ky projekt, ky ligj tashmë është bërë në shpejtësi, duke na shkaluar disa vija të rëndësishme buxhetore, por prapë them se më mirë është kështu që kemi, që është miratu me gjitha defektet që mund t'i ketë, por me mundësi të riparimit, se sa mos të kishëm bërë hiç këtë buxhet. Them se ne gjithmonë për çdo vit kemi ndarë buxhete dhe vija buxhetore për investime kapitale dhe nuk kanë arritur ato asnjëherë të realizohen deri në fund. E zhvillimi vjen edhe për investimeve kapitale që vijnë burim nga buxheti i shtetit. Nëse shteti do të vazhdoj investimet në fushat të ndryshme të investimeve kapitale, me siguri zhvillimi do të jetë edhe më i shpejt. Kur nuk ka investime, ka ndalim të zhvillimit. Dhe projekti i parapar, ose projekti tash i miratuar, ka një shumë të lartë të buxhetit për cilin investohet si buxhet kapital dhe infrastrukturor, dhe ne besojmë që të realizohet aja, të kryen gjitha ato projekte. Megjithatë ka pas në secilin vit, zoti Shahini, por ju e dini që ka pas kritika që po i mban ato para dhe nuk po investon, nuk po përdoren në përgjithësi. Se po ndodh kjo? Se më nda po do në gjithë? Pikërisht këto thash se pavarësisht se ne kemi ndarë shumë dhe pak, ne do t'i realizojmë ato. Pavarësisht që ku ato realizohen, ato shpenzohen për publikun në Kosovë. Nuk është shumë e rëndësishme ku është më emergjent, por nëse partitë opozitare nuk pajtohen, pse në një komunë ku qeverisë vendosja është nda më shumë, se në një komunë tjetër ku qeverisë një parti tjetër, edhe pse nuk është e mirë, prapë se prapë ato investohen në Kosovë tek qytetarët tonë, dhe kompanitë tona do të punojnë atje, do të ndërtohet jeta e tyre atje në ato qytete. Nuk do të thotë që është prefekte, por prapë vetëm në të investohen, vetëm në të realizohen ato shumat të parapara për investime kapitale dhe infrastrukturore. Dhe nëse këto do të ndodhin, ne gjithë këto mjete që të kemi në qarkullim me siguri se ne mund të kemi një rritje të madhe, një zhvillim të madh, duke
mos anashkaluar asnjëherë partneritetin me sektorin privat. Këta janë taksa paguesit më të mëdhej, këta janë lokomotive e zhvillimit ekonomik të vendit. Pse ka mos bashkëpunim me privatët nga qeveria, nga ekzekutivi ose edhe nga institucionet? Qeverisja e kaluar ka qenë pothuajse shumë e zbet bashkëpunimi. Këtë fillim ne nuk mund të japëm do një vlerësim për të ardhmen, por duket se e kanë kuptuar se pa bashkëpunim me sektorin privat nuk ka zhvillim të qëndrueshëm. Edhe banka botnore, edhe Fondi Monetar, gjithë kritikat dhe rekomandimet i ka adresuar që zhvillimi ekonomik vjen nga një qëndrueshmëri e sektorit privat. Dhe ngadalësimi i rritjes ekonomike nuk duhet të jetë gjithmonë i orientuar në konsum, por edhe në projekte zhvillimore në rritje të eksportit. Ne kemi pas rënje të eksportit, kena pas rënje të investimeve të huaja. Vish para se ndërprej pak, zotë Shahini, e pom një ditëve të fundit që doli me kompanit me qarkullimin më të madh. Dhe asnjë kompani thuj se nuk ishte prodhuese, por gjitha ishin konsumuese. Do thotë vetëm po konsumojmë ne si shoqëri 7 miliard. Do më thonë vetëm konsumim. 7 miliard euro. Kompanive as të njës ishte thuj se që prodhon. 7 miliard euro. Kena importet vitin e kaluar. Alianca Kosovare Biznesit qysh në muajin gusht ka paralajmëruar që do të shkon importi 7 miliard. Kem pas kritika në atë kohë, po e vërteta është që duhet në fund 7 miliard. Dhe e vërteta është që ne për çdo ditë jena të fuqizue konsumin e huaj, produkteve të huaja, jo ato vendore. Prodhimet vendore, përkundër gjitha tentimeve për të zhvilluar, ato mbesin ende në një situatë ku ka hapësirë shumë për investime dhe intervenim për ta. Pse mbeten mbrapa? Si pasojë mos investimin nga qeveria, si pasojë e domethënë kualitetit të dobët, apo çfarë? Cila është arsyeja, sepse do ta kemi një arsye. Se ju thatë edhe që ke mungesë viteve të kaluara të bashkëpunimit mes qeverisë dhe privateve. Ne nëse kthehem dhe shikojmë disa kompani që janë lider në qarkullim në Kosovë, dhe ato sipas vlerësimit ton dhe sipas shënimeve të Këshillit për Raportim Financiar, 10 kompani përbojnë dikon rreth 2.5 miliard euro qarkullim, ose kanë 25.000 punësuar. Por të gjitha janë, dhe këto kompani, pothuajse nëse marrim një 3 kompani tregtare, 3-4 kompani tregtare që janë top 10 e parë, ato pothuajse kryesisht janë që më së shumti strehojnë dhe shesin produkte të huaja dhe vendore. Dhe në këtë drejtim, ligji për tregtitë të brendshme, i cili është shumë i domosdoshëm, po ashtu sot Ministria e Tregtisë dhe Industrisë nënshkrujti projektin për fillimin e procedurave të projekt ligjit për çmime tavan, e që ndoshta tenton këto që në një formë të avancon pozitën e prodhuesit vendor, karshi, edhe karshi marrjes së punëve dhe shërbimeve të tjera nga institucionet shtetërore, sepse në të kaluarën prodhimet vendore e kanë pas një përparësi me ligj, që ato në tender të kenë mundësi për të blerë ose për t'i marrë edhe për të vlerësu komisioni. Tashmë nuk ekziston. Me siguri që edhe do t'i rekomandoja qeverisë së vendit që të bën ligjin ose në kuadër të këtij ligji
të fut edhe përparësit e shërbimeve dhe prodhimeve vendore gjatë të nderimit të shërbimeve të ndryshme që është vendin tonë. Me këtë e rrit prodhimin vendor, e rrit qarkullimin e mbrenshëm, që është tepër i rëndësishëm për biznesin vendor, po njëkohësisht edhe e ndalë importin e produkteve të huaja që ne vazhdimisht jena si konsumator besnik të produkteve të huaja. Prandaj, qeveria aktuale ka mundësi, nëse ka dëshirë, që të bëjë mrekulli. Pse thëmë të bëjë mrekulli? I ka votat, asnjëherë nuk i duhen votat nga partitë opozitare për ndonjë projekt ligj që avancon biznesin vendor dhe nëse i kërkohet gjithmonë partitë opozitare kanë mjallon. Dhe në këtë formë ne të kthejmë strategjinë për të zhvilluar ekonominë e brendshme, po njëkohësisht duke ruajtur partneritetin edhe me kompanitë e tjera ndërkombëtare. Prandaj është tepër e rëndësishme se çka ne po dojna. Apo dojmë të zhvillojmë ekonominë e brendshme, apo dojmë të zhvillojmë edhe më tutje kompani tregtare, importet, dhe të zhvillojmë kompani tjera jashtë Kosovës që ne... Ne kemi një shoqëri konsumuese. Një shoqëri konsumuese. Po, a mendon që me që përmendet ligjin për çmimet tavan, mendon se do t'i ndalë abuzimet me ngritjen e çmimeve, domethënë të parësyeshme të themi ashtu, sepse e kemi parë, besoj e kemi parë edhe ju që vetëm në janar të këtij viti, sipas ASK-s, çmimet janë ngrit për rreth 6%. Domethënë, po abuzohet me çmimet, zoti Shahini, këtu duke mos pas kontroll, sepse edhe mandatin e kaluar e ka bërë ligjin për çmimet tavan kjo qeveri, domethënë qeveria Kurti 2, por përfundoi në gjykatë kushtetuese nga LDK-ja në atë kohë, për shkak që ekziston një ekonomie e lirë e tregut. Për shkak se ligji kishte mangësi të mëdha dhe si të tillë gjykata kushtetuese e kthei. Dhe sot kur po flasme, Ministria e Tregtisë ka iniciuar prap projekt ligj të ri, e që besoj që ky projekt ligj do të eliminoj gabimet dhe kundërshtimet që janë me Kushtetutën e Kosovës, duke tentuar që në këto raste, kur është çmimi tavan, çka ndodh? Tek bizneset ekziston një barazi, tenton me ekzistu një barazi. Konsumatorët me siguri që do të kenë mundësi që të kenë përfitime më shumë, por kjo është e rregulluara në kohë kur mund ndodh kjo, jo gjithmonë. Sepse nëse bëhet kjo për gjithmonë, atëherë është kundërshtim me Kushtetutën. Dhe kjo prap do të bjen ndesh me Kushtetutën dhe nuk do të lejohet. Zakonisht u bën në raste emergjente, por në raste emergjente ekzistojnë në vende të tjera edhe forma të tjera, rezervat shtetnore, ku Kosova nuk ka rezerva shtetnore, aja gjithmonë rezervat shtetnore i përsërit duke i shit Përtërin, do të i përtërin, duke i shit ato jo në popull, por duke i përtërir në vendi ku ato ruhen. Kurse në vende tjera, ato shiten. Ta marr shembull në Serbi. Nëse rast se për një moment disa produkte shtrajtohen, shteti atje ka ligjin ku qatë produkte qetë në shitje dhe stabilizon çmimin. Stabilizon çmimin pavarësisht çfarë është, për një rast emergjent. Dhe në këtë rast, unë mendoj që edhe Kosova do duhet që ky projekt ligj të harmonizohet me Kushtetutë, me modele, me përvoja të mira dhe mos të cenon të drejtën e biznesit të brendshëm. Pse mendon që biznesi i brendshëm themi po e kesh përdor që të mungesë ligjore, të themi që me një ngritje të vogël, ndoshta diku atje me një rend ta ngritë edhe në Kosovë dhe madje edhe në 2 ose 3 fish? Nuk e besoj që ka abuzim dhe keqpërdorim të statave.
Përkundrazi, bizneset e Kosovës dhe importet rreth 7 miliardë euro, ose rreth 90%, që ne mvarëm nga importet, bizneset e Kosovës nuk diktojnë çmim, por eksportuesit nga ne importojna. Prandaj, këtu është e rëndësishme tepër që ne mos mvarëm gjithmonë vetëm për importeve, po të ngritëm kapacitetin tona prodhuese për disa produkte esenciale dhe ato të janë vërtet të varura nga prodhimi vendor. Ata edhe prodhimet vendore, zëtë Shahini, e dim pandemi një prodhues vendor që pa të bërë dikon rreth 4 euro një litër vaj. Kështu që nuk janë për të mos kritiku në rastet e tilla. Ne e dimi që prodhuesit vendor paguajnë çmimin më të lartë të energjisë elektrike në Ballkan. Sakt. Dhe pikërisht ne nuk llogarisëm shpenzimet e tyre. Brenda vitit kaluar neve na kanë ikë shumë biznes të prodhuese jashtë shtetit Kosovës për shkak të energjisë elektrike. Ka paralelmi prapë që do shtrajtohet. Pavarësisht se ai prodhues vendor, ai biznes vendor, a ka ndjenja patriotike apo jo, kur t'i vjen fatura e energjisë elektrike 3 herë më shtrejt se që ka paguar një vit më herët, ai me do mos ka me fakturue në shërbimin e vetë dhe prodhimin e vetë. Dhe më të drejtë qytetarët pyesin, po këtu po prodhohet. Po këtu po prodhohet, po prodhimi i energjisë ose fatura e energjisë elektrike për prodhuesin vendor në Kosovë është 3 herë më shtrejt se sa në vende të tjera në Ballkan Perëndimor, kryesisht në Serbi, e cila edhe Maqedoni që da dominojnë këto me produktet e veta. Prandaj, ne do duhet që vërtet, kur të kritikojmë biznesin, do të kritikojmë edhe institucionet e shtetit. Ne kemi pedim... Sigurisht, kjo është për çështje të energjisë, ne kemi diskutuar shumë dhe bashkë. Po sa the që kem pas një rast kur një biznes ka ofruar çmimin 3 euro, ka qenë jo 4, 3 euro gjys. Por ne kemi rast kur qeveria e ka ble po të njëjtin produkt ma shtrejt 150% jashtë se sa që i ka ofruar prodhimi vendor, dhe sot na kemi rast hetim dhe aktakuza reale të institucioneve të Kosovës për keqpërdorim të detyrave. Prandaj përgjegjësi këtu nuk duhet të shpëton askush. Absolutisht. As biznesin e se bën abuzim dhe tenton që të krijon përfitime enorm për veti, po pavarësisht sado që krijon përfitime enorm për veti, ai paguan tatim në ato çmime të shitjes. Kurse ata që blejnë rezervat shtetit më shtrejt se sa në treg, ata nuk paguajnë tatim shtetit, po përfitojnë për veti. Prandaj, përgjësia këtu duhet të jetë, edhe besoj që ne do të kemi raste kur do të shohim fajtorët. Sigurisht, sepse institucionet janë pavarur dhe duhet ta bëjnë punën e tyre, secili në sektorin e vet. Këtu është një psus më i madh dhe po besoj pajtohemi që janë qytetarit, domethënë edhe tek energjia elektrike që përmendet ju. Pikërisht tek kjo, sa biznese janë larguese, përmendet, a mund të dim se cila situata e tyre tani, se po paralajmërohet këtë një ngritje sërish të çmimit të energjisë elektrike, është duke u shqyrtuar në zërrejt. Pikërisht. Dhe sa ka më rëndu kjo sërish bizneset që sa kanë ik vitin e kaluar dhe sa do të ikin këtë vit, sa është paralajmërimi, parafërsisht themi kështu, sepse s'mund ta dim sakt. Thjesht këtë ujë që kemi këtu përpara, nëse ne do të shtrajtohet energjia elektrike prap rreth 30% qysh. Është paralajmur 21.3% është sakt që është, po ato do të shtrajtohet më shumë për shkak se rritet baza. Dhe nëse ky ujë aktualisht në Kosovë e ka një çmim, me automatizëm në Kosovë ky ujë do të shtrajtohet, për po aq sa shtrajtohet energjia elektrike. Dhe prodhuesi konkurrent që vjen nga
Serbia, Macedonia, aje ka çmimin garantuar të njëjtë dhe ne në të ardhmen mund ta kemi një prodhim të huaj këtë sponsor yti, për shkak se ky prodhuesi i jon vendor rrezikohet ta mbyll për shkak të ngritjes së energjisë elektrike dhe për shkak të mos mbështetjes institucionale për prodhuesit vendor. Prandaj ne jemi të fokusuar në importe dhe importet mirë përshkojnë. Tregtarët janë duke punuar mirë dhe janë duke përfituar, por prodhuesit vendor janë vërtet të goditur nga importet, nga çmimet e importeve të cilat në shumicën e rasteve janë të subvencionuara në atë shtetet prej nga vinë, dhe prodhuesi vendor këtu te na as nuk subvencionohet, e ka energjinë elektrike ma shtrejt dhe e humb tregun dhe mos të harroj se edhe shumë kompani vendore, tregtare, i kurszojnë prodhuesit vendor me kushte të rënda për t'ju marrë produktet e tyre dhe ata shpesh nuk kanë mundësi t'i përballojnë ato. Prandaj ligji për tregtit të brendshëm. A më na shpjega pak më shumë çfarë kushëzimet janë më saktësisht? Thash, shumë kompani vendore, tregtare, i kurszojnë prodhuesit vendor për t'i marrë prodhimet e veta, për t'i qitë në treg, i kurszojnë që t'ju jepen avance, t'ju jepen po ashtu nafate të stërgjatura të pagesave, ju kërkohet atyre që në momente caktura të subvencionojnë ofertat e tyre, prodhuesit vendor nuk e kanë atë mundësi dhe shpesh ne shkojnë në ndonjë vend ku presëm që ka prodhime vendore, pa aty nuk ka për shkak se prodhuesi vendor nuk ka mujt t'i afroj kushtet që i ka kërku tregtari, vërtet po. Dhe prandaj ligji për tregtinë brendshme është më sidomosdoshëm. Për arsye se përcakton hapur, qartë se ku dhe çfarë forme duhet trajtohet prodhimi vendor. Dhe kjo, me siguri që takimet e para me Ministreshën e Tregtisë dhe Industrisë, cila vërtet vjen nga një sektor, edhe në sektorit privat, edhe nga një përvojë të vetën në institucione qeveritare, parlamentare dhe besoj që e kupton mirë dhe din mirë dhe do duhet që ajo sa më shpejt vërtet ta rregullon këtë mandat tregun e brendshëm i cili ka shumë nevojë për mbështetjen e prodhimeve vendore. Ku është synimi që të shkojnë kompanitë vendore me që nuk mund t'i përballojnë, si me thonë, edhe çmimet e energjisë dhe çështje tjera? Ku po shkojnë më shumë? Ku po themi migrojnë? Si domethënë për të prodhu ato cilat ata i kanë prodhu drejt. Vetëm vitin e kaluar stoku i investimeve kosovare ka shkuar në Shqipëri 700 milion euro. Po aty jo vetëm biznese, kanë shkuar edhe forma individuale, qytetarë të ndryshëm. Mirë që shkojnë në Shqipëri, po ma mirë kishte me që mbet këtu. Por vitin e kaluar neve na kanë ikë edhe në Maqedoni, na kanë ikë edhe në Malzi, po ashtu edhe në Greqi dhe vende të tjera të Bashkimit Evropian. Dhe vërtet neve na shqetëson kur dikur na ka shqetësue migrimi vetëm i qytetarëve pa punë të Kosovës, sot na shqetëson fakti që neve na ikon sot edhe profesionalistët të ndryshëm, edhe investitorë të ndryshëm, edhe investitorë vendor. Dhe kjo është shqetësim i madh për arsye se ne e pam regjistrimin e popullatës, se çfarë numri kemi rënë në krahasim me 2011-ën, dhe pam që ata qytetarë dikur kanë jetu këtu. Ata kanë qenë edhe konsumatorë, edhe taksa pagues, edhe votues, edhe kanë qenë qytetarë që sheshet... Votues po votojnë edhe prej Gjermanie, Zvicrës, tani po themi konsumator të rritin. Po themi edhe konsumator, kënë themi edhe tatim pagues. Votues nuk do të thotë që këtë diasporën voton. Është kriju një farë mendësie që të gjithë diaspora votojnë jo
nëse marrë numrin e përgjithshëm të qytetarëve tonë që jetojnë jashtë, edhe të votuesve, neve na del që nuk na kanë votu neve as 30% të qytetarëve që votojnë atje. Nga i 100% që tash e dihet ku kanë shku votat, por qytetarët e Kosovës që jetojnë jashtë, shumica nuk votojnë hiç. Sigurisht se ka shumë qytetarë të Kosovës që jetojnë. Po, e keqja është që neve tash çdo i ri i joni tenton që ta gjejë perspektivën e vet jashtë Kosovës. Dhe kjo është shqetësim për gjithë shoqërinë e Kosovës. Po, për fund do të diskutoj edhe një çështje, si keni parë ngritjen e pagës minimale, zoti Shahini, do të ketë kjo impakt në ngritjen e mirëqenies apo të punëtorëve sigurisht që punojnë në tregun e Kosovës, sepse ka pas kritika shumë që po punojnë me paga të ulta e të tjera, sidomos pas rritjes e çmimeve që po bëhen të pa përballueshme. Do të ju e dini 425 euro është tani deri në qershor dhe në korrekt bëhet 500 euro nga korriku në 6 muajin e dytë. Mbi 100.000 paga në Kosovë, sipas shënimeve, në vitin e kaluar janë dhënë paga minimale, që i bjen parafërsisht rreth 30% të gjitha pagave. Ne, si Aleancë në Këshillin Ekonomik Social, i cili është organi vetmi që propozon pagën minimale, miraton dhe e dërgon për miratim qeveri. Gjithmonë kemi kritikuar që ka qenë më e ulta, edhe kur ka qenë 170 euro. E kemi bërë 250, edhe kur ka qenë 250, kemi thonë që është me ulta 350, dhe prap 350 është e ultë, por prap edhe 425 është e ultë. Por, Aleanca e vlerëson që në këto 100.000 paga, shumica janë kompani mikro, që për to është rrezik i madh. Të siguron një pagë 425 euro. Dhe ne, në shumë vende të ndryshme, shumë mikrokompani, në këto raste, kur dojnë të falimentojnë, shteti ndërhyn, i subvencionon pagat, i subvencionon kontributet. Dhe ne do të dëshironim që paga minimale të jetë mbi 500 euro, ose të jetë edhe 600 euro, por për kategoritë të cilat nuk mund t'i paguajnë pagat, për ndërmarrjet mikro dhe të vogla, shteti të bën lehtësira për ta. Sepse për kompanitë e mëdha nuk diskutohet 425 euro. Ajo është pagë e vogël. Ne jemi të folë gjithmonë për kompanitë mikro dhe kompanitë e vogla. Dhe këto janë të rrezikume. Çka mund të ndodhë nëse neve, për shkak të mos mundësisë për të paguar pagën minimale, neve na shasin në ekonominë formale, ose na mbyllën. Prandaj, për të ikti rreziku, qeveria do duhet të bën alternativë se si të mbështet këto mikrondërmarrje të vogla që në mënyrë që këto të jesin aktive, pavarësisht a kanë një të punësuar apo 2 të punësuar. Sepse ende në Kosovë, gati mbi 70% janë kompani individuale, jo shoqëri aksionare. Dhe kjo dallon shumë. Prandaj paga minimale 425 në Kosovë aktualisht është më e vogla, por është e rrezikuar kjo pagë të përmbushet nga këto kategoritë që nuk mund t'i pagojnë. Megjithatë, nuk po pagojnë as kompanitë që janë shtetërore, themi që në institucionet e shtetit kemi parë, domethënë, në komunën e Klinës ka pas një reagim për shkak se nuk janë pagu punëtor teknik që punojnë, do thotë, nuk janë pagu sipas pagës 425 euro. Pikërisht këto për shkak se në tender, në kompanitë e sigurimeve, kompanitë teknike, të pastrimeve, të shërbimeve të mbrëmshme, llogaritet me pagë minimale. Dhe këta kanë marrë tenderi me pagë 350 euro. Dhe tash kur është rrit paga 425, ata nuk kanë këtë buxhet dhe kanë dalë shumë probleme.
Prandaj do duhet në këto momente kompania mos mbyllet, po të shikon qeveria se mund të subvencionoj në mënyrë që të kalon krizën. Dhe ne, si Aloncë, këtë shtetësim për ngritum, se ka të tilla shumë kompani. A ka dhe kompani që ju i keni, që kanë vështirësi të tilla? Po, kemi. Nuk është vetëm se ne kemi. Ne në Kosovë në përgjithësi. Po nëse përgjithësi, por më që ju keni komunikim, themi. Këto kategori janë të rrezikume. Dhe besoj që qeveria e vendit tash mas krijimit të institucioneve të shtetit do të krijon mundësi edhe për t'i mbështet këto kategori me subvencionim të pagave disa mujor, në mënyrë që në vërtet nuk është interesi shtetit me rrit pagën me buxhet të sektorit privat dhe ato më mbyll. Po është interesi shtetit që duke i rrit shërbimet e veta, duke i rrit edhe vlerat e mbështetjes, të rritin edhe pagat. Se kur të rritin pagat, duhet ta dim se rritja e pagave edhe paga 13, e cila është diskutuar, kjo siguron, kjo rrezikon edhe inflacion në moment caktuar. Prandaj këto duhet gjithmonë të shkojnë njëra mbas të balancuara në mënyrë që të ruajnë balancin ekonomik, financiar dhe tregtar. Zotë Shahini, unë të falenderoj shumë që ishte sonte në info dhe gjitha këto që i shtjelluam sot. Merci. Të nderuar shikues, ne kaq kishim për sonte, unë ju falenderoj shumë që qëndruat me ne deri të hënën. Bashkë miropafshim.